Përshëndetje shikues të Infomorning, mirë se erdhët në Channel One edhe në këtë ditë të premte ku data shënon 7 korrik. Do t'jemi së bashku sigurisht për cilë tek ju informacionet dhe zhvillimet më të fundit. Jo vetëm nga vendi, por edhe nga rajoni dhe bota. Do të kemi menjëherë parashikimin e motit për të kaluar më pas te kursi i këmbimit valutor. Nuk do të mungoj pasqyrimi i shtypit të ditës ku do të mund të njihni me zhvillime dhe sigurisht me çështjet që pritet të ndodhin edhe gjatë ditës së sotme, sigurisht për ta përmbyllur me një përmbledhje të zhvillimeve më kryesore të 24 orëve të fundit, gjithashtu edhe me rubrikën e kalendarit historik e cila nuk mungon asnjë ditë nga hëna në të shtunë. Do të shkojmë menjëherë në parashikimin e motit dhe rikthehemi sërish së bashku në studio. Shikues të Infomorning, jemi rikthyer së bashku në studio për të nisur menjëherë dhe për të kaluar tek të tjera ndryshime që janë ato të kursit të këmbimit valutor. I shohim së bashku. Sigla hapë menjëherë dhe pasqyrimin e shtypit të ditës, një hapësirë dedikuar tërësisht të përditshmeve tona nga vendi. Do të nisim menjëherë me gazetën Shekulli, e cila vjen me kryeartikull "Rikthehet Rrugaçi Berisha". Është ky titulli kryesor që ka zgjedhur për të gjithë lexuesit sot e përditshmja Shekulli, ndërkaq që do të vijojmë sigurisht dhe me të tjera shkrime që janë më në brendësi të saj, dedikuar zhvillimeve kulturore, ekonomike dhe sociale nga vendi, veçanërisht dhe fokusuar tek zhvillimet që kanë ndodhur gjatë ditës së djeshme në seancën plenare, ku kanë pasur replika të ndryshme mes opozitës dhe mazhorancës, replika të cilat janë fokusuar edhe tek vrasja e biznesmenit të ndjer Artan Santo, sigurisht që ish kryeministri Berisha, duke marrë në konsiderat dhe mungesën e tij, duke qenë se herë në fundit u pezullua për 10 ditë nga punimet e kuvendit, është ndalur në disa pista, ka propozuar disa pista hetimi për policinë e shtetit, njëkohësisht e ka bërë përgjegjëse mazhorancën qeverisëse, se ka qenë pikërisht kjo arsyeja që Santo është vrarë para syve tanë, aty ku të gjithë njerëzit kanë qenë të pranishëm, aty ku dhe lëvizjet janë më të mëdha, ndoshta si një mesazh për të treguar pafuqinë e shtetit, sigurinë e tij dhe gjithçka tjetër. Ndërsa
Sigurisht do të shohim më tej të tjera shkrime, reforma, si ndryshojnë kurrikulat e shkollës nëntëvjeçare dhe të mesme. Lindita Nikolla, Ministrja e Arsimit, do të keni mundësinë të lexoni këtë shkrim të detajuar në faqen 12 dhe 13 të gazetës Shekulli. Për të vijuar më tej me Antonia Young, gratë që u bën burra në veri të Shqipërisë, ka qenë ky një mesazh dedikuar pra një kulture të hershme e cila ende ekziston por shumë rrallë sigurisht në veri të vendit. Detajet në faqen 16 dhe 17, vëzhgimi, Lulzim Basha arnon rrugët e kryeqytetit në faqen 14 dhe 15, Erion Veliaj, taksa progresive, rriti paga 10%, reformim pagës minimale në faqen 2. Ndërkaq, Britaniku vjedh 2.4 milion pound për luksin e shqiptares. Historia e mashtrimit është i bashkëqyruar dhe me foton përkatëse, financimi mori milionat për t'i shpenzuar me gruan Florentina B, e cila kishte të dashur tjetër në Shqipëri. Detajet e këtij shkrimi do të mund t'i lexoni në brendësi të së përditshme së Shekulli. 70 vjeçari përsërit fyerje të banale për të cilat u ndërshkua 10 ditë debatet për vrasjen e bankierit Santo. Partia Demokratike bëhet palë me krimin e mafias në faqen 4 dhe 5. Vjoj mëtej, Partia Demokratike nuk propozoi hartë votimi në 31 korrik. Bëhet fjalë për reformën administrative o territoriale, një reformë e cila është kundërshtuar nga opozita pasi kërkon pra që të përqendrohet më tepër tek autonomia vendore, gjë që është kundërshtuar nga mazhoranca qeverisëse. Vjoj mëtej, pasurit i LDKP, kallëzim penal për ndihmësin e Nishanit dhe 7 zyrtar të tjerë në faqen 11. Reforma dhe sfida e dokumentacionit vendor, opinion, të cilin do të mund ta lexoni në faqen 9. Hetimet, masakra në Korç, prokuroria, Latollari kreu 4 vrasje për Manjolën. Ka qenë kjo kronika dedikuar ngjarjeve të rënda dhe krimeve që po ndodhin dita ditës në vendin tonë, me cilën ka zgjedhur të bëj dhe përmbylljen e përditshmja Shekulli për ditën e sotme. Dhe këtu kemi mbyllur titujt kryesor të kësaj të përditshme dhe do të bëhemi gati për të kaluar tek gazeta Koha Jon dhe për të parë se çfarë ka sjellë kjo e përditshme për lexuesin e saj. Gazeta Koha Jon vjen me krye artikull për ditën e sotme, Berisha nxin e ulërin, Rama Meta kënaqen. Bashkëkryetaret e mazhorancës i lën foltoren Saliu të flasë sa herë të doj, pasi ai punon indirekt për dyshen qeverisëse në faqen 3. Kryeministri Rama sot mbush 50 vjeç, është ky një tjetër titull i rëndësishëm i gazetës Koha Jon, i bashkëqyruar dhe me foton e kryeministrit të vendit shoqëruar me bashkëshorten e tij Linda Rama gjatë vizitës në Rom, ku janë takuar me Papa Francesco. Është ilustruar ky përvjetor i zotit Rama me foton e tij gjatë vizitës në Rom. Ndërkaq, do ndalemi tek pavarësia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila ka festuar 238 vjetorin e saj, një komb me liri dhe drejtësi për të gjithë. Do të mund ta lexoni në faqen 7. Kreu i kuvendit, Meta, Shqipëria dhe Izraeli, krenari për marrëdhëniet mes dy popujve në faqen 4. Kreu i Partisë Demokratike, Basha, ne jemi forcë alternative në faqen 4. Reagimi, kërkimet për naftë, Greqia, asnjë problem me Shqipërinë në faqen 2. Kurioziteti, shpiket një aparatur antipërdhunim ndodhet brenda veshjeve intime në faqen 16. Ndërkaq do të keni mundësinë nga sporti, Mesila Dodet i thuash Enver Hoxhës patriot në 2014, është një tradhti kombëtare, është ky pra një qëndrim i deputetës së Partisë Demokratike, ndërkaq të tjera çështje dedikuar argëtimit do të mund t'i lexoni dhe kujdesit shëndetësor në brendësi të gazetës Koha Jon. Bëhet fjalë për leuqemin akute, simptomat, trajtimi dhe nga se duhet të ruhemi. Sigurisht që nuk mungon në Brazil, nuk mungon në gazetën Koha Jon dhe Brazil 2014, Maradona, Argentina, jashtë botrorit nëse varet vetëm nga Messi. Ndeshje që do të luhen gjatë ditës së sotme, do të marrim konsiderat që kemi pasur 2 ditë pushim në fakt nga Brazil 2014, pasi kemi hyrë tashmë në fazën çerek finale. Sonte luhet në orën 16, France-Gjermani, ndërsa në orën 22 Brazil-Kolumbi. Gjithçka pritet të ndjekim vetëm gjatë orëve
të pasdite se cilat do t'jenë rezultatet dhe skuadrat të cilat do të vjojnë për mëtej. Këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Koha Jon për ditën e sotme, padyshim eventin më të madh futbollistik siç është Brazil 2014. Do të bëhemi gati për të kaluar tek organi Lëvizjes Socialiste për Integrim, është e përditshme integrimi, e cila sot vjen me kryeartikull padyshim dedikuar zhvillimeve më të rëndësishme. Vizita në Izrael, pritja në parlament, Ilir Meta të shumë fishojnë përpjekjet në shërbim të paqes dhe të prosperitetit në faqen 5. Delegacioni shqiptar vizit në muzeun Yad Vashem ku vendosen kurora në nder të viktimave të Holokaustit. Do të mund të lexoni këtë shkrim me detaje në brendësi të gazetës Integrimi. Zëvendës Ministri Paskali, rritje të standardeve dhe besimit të investitorëve ndaj shoqërive tregtare. Në faqen 11 vijojmë mëtej me të tjera shkrime dhe zhvillime, fotoja e Ilir Metës në Izrael është i bashkëqëruar, ky shkrim është i bashkëqëruar dhe me foton që ju shikoni në faqen e parë të gazetës Integrimi, ndërsa në këto momente do të shohim koment integrimi dhe menaxhimi i financave nga Ministri i Integrimit Kleda Gjosha, lexoni në faqen 7. Renzi synon rigjallërimin e shpirtit evropian në faqen 13. Gjovalenka deli ndërtimet në zonat turistike, projekt ligji rregullon marrëdhëniet e pronësisë mbi truallin. Mblidhet kuvondi, miratohen ndryshimet në ligjin për mbrojtjen e biodiversitetit dhe ligje të tjera të rëndësishme. Lexoni në faqen 2 dhe 3. Komisioni i Venecias vlerësohen pozitivisht ndryshimet në kodin civil dhe penal të bëra nga Ministria e Drejtësisë në faqen 10, Ministria e Bujqësisë, raporti rritet numri i shteteve ku eksportohen prodhimet bioshqiptare nga fermerët vendas në faqen 11. Bujar Derveni, projekt ligji për biodiversitetin, sjell siguri dhe progres për florën dhe faunën shqiptare. Kanë qenë këto disa nga diskutimet në rendin e ditës të ndodhura nga foltorja e Parlamentit, ku përveç pjesës për vrasjen e biznesmenit Santos, sigurisht që rëndësishme kanë qenë edhe çështjet në rend të ditës ku disa prej tyre janë ndryshuar. Do të bëhemi gati për të kaluar tek një tjetër e përditshme dhe për të parë se cilët janë titujt e saj për ditën e sotme. Do të jemi me gazetën e radhës, është e përditshme Ballkan, riformatimi, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, ja detajet e ligjit të ri. Shkurtohen mandatet për anëtarët e KLD-s, pezullim të mëtejshëm gjyqtarëve në hetim. Është i bashkëqëruar ky shkrim dhe me anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë të kryesuar nga presidenti i Republikës, njëherë shkreu i KLD-s Bujar Nishani. Seanca plenare. Fjalori ullët, deputetët e mazhorancës braktisin sallën reagimi pas ofezave të ish kryeministrit Berisha. Është i bashkëquar ky shkrim edhe me pjesën e mazhorancës e cila është boshatisur veçanërisht nga femra deputete minjer pas marrjes së fjalës nga ish kryeministri Berisha. Do ndalemi në universitetet, ulje, kuotash për të gjitha degët. Mash shkak orientimi gabuar i të rinjve drejt tregut të punës, shtohen kriteret me të përzgjedhur një deg studimi. Legalizimi si kryet plotësimi dosjeve pa probleme, dokumentet që duen për vijimin e procedurave në faqen 6. Konsensus PDPS, reforma territoriale, shtyrja vën në rrezik zgjedhjet në faqen 9. Vrau 4 persona në gjykat Bashkim Latollari në faqen 8. Këshillat mjekësore hipoglicemia shkaktare dhe shërimi plot, bima e fasules ndihmon në uljen e kolesterolit në gjak në faqen 20 dhe 21. Në opinione do të lexoni popullimi i territorit të Kosovës, do të mund të lexoni në faqen 10 dhe Nexhmedin Sfahiu Doravet nuk ka komb kosovar në faqen 11. Në suplementin në brëndësi pra të gazetës Ballkan do të keni mundësinë të lexoni itinerari i lëvizjes së armëve kimike në mesdhe, por veç këtyre edhe të tjera kuriozitete nga personazh publik shqiptar, por edhe të huaj. Dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Ballkan për ditën e sotme. Do të vjojmë me të tjera të përditshme, do të ndalemi në të tjerë tituj dhe padyshim do të shohim se çfarë ka ofruar gazeta Dita për lexuesit e saj. Dita vjen me kryartikull të enjteve e lidheni dhe është i bashkëqyruar me foton në karikaturë
shkruar të ish kryeministrit Berisha për të parë me detaje në brëndësi pra se si një mesazh për gratë që ikën dhe ato që qëndruan dje në kuvend gjatë fjalës së ish kryeministrit Shpërthimi Ramës, i radhës Ina Ramës i thash lavire dhe të janë të gjitha këto pra shkrime të cilat do të keni mundësinë t'i lexoni në brëndësi të gazetës Dita. Ndërsa mëtej vjoj me gënjyen për pasurit, kallëzim penal për 8 zyrtar me styre një ndihmës i presidentit Padia vjen nga ILDKP në faqen 8 opinione. Miza replika Topalli Bare në kuvend çfarë ndodhi me 95 milion eurot për Çezin. Shkrimtari Lamtumir Siri Sulejmanit Doronjet, një nga miqt e parë të Ditas. Do të mund të lexoni këtë shkrim në brëndësi të gazetës Dita. Ndërkaq, do të shikoni më në brëndësi paga mesatare në Bankën e Shqipërisë 2 milion në muaj. Faturimi Fullani, shifrat e një studimi mbi pagesat e stafit është kthyer Banka e Shqipërisë në një oazë luksi. Shkollat nëntëvjeçare dhe gjimnazet hiqet 6+3+3 riktheh struktura e vjetër arsimore 5+4+3. Modeli i Kosovës në Shqipëri sipas studiuesve të ndryshimit struktura e vjetër ka stimuluar pra dhe të mësuarit përmendësh dhe kundra kësaj metode studimore sigurisht që Ministria e Arsimit po merr dhe masat e duhura duke rikthyer sërish sistemin 5+4+3. Kanë qenë këto zhvillimet më kryesore të gazetës Dita dhe në këto momente do të vijojmë një tjetër të përditshme sigurisht për të ndalur në zhvillimet më kryesore, në titujt më kryesor që do të mund t'i lexojmë në faqen e saj të parë. E radhës do të jetë e përditshmja Gazeta Shqiptare në cilën do të mund të lexoni Aluizni i Tiranës, legalizimet çmimi për çdo kategori. 13.000 objekte me certifikat pronësie, pagesat në komunat jo më shumë se 1.500 lek metri katror në qytet, jo më shumë se 2.000 lek falas për ata që kanë invalid në familje. Opinioni i ditës, lindur më 4 korrik, për të vijuar me mirënjohje Shqipërisë, Bleona Qereti, Ganit do t'i shkojë në dasëm, kam 5 vjet që flë vetëm. Janë këto disa nga titujt të cilët do të mund të lexoni në brëndësi të gazetës shqiptare, si na gënjeu super mashtruesi, mori parat, më pas na paditi në faqen 15. Vijoj mëtej, Berisha Sante ju telefonoj 10 minuta para vdekjes në faqen 2. Venecia gjob avokate, por kujdes nga arbitrariteti në faqen po 2. Ligji i ri, 640 vet në pension shërbimi përfitojnë 12 rroga. 3.200 polic për pension para kohë marrin sa gjysma e rrogës së fundit. Zbardhen tabelat, kriteret dhe mosha për çdo efektiv. Byroja e hetimit me 50 vet. Sigurim mjetër për çdo efektiv, një rrogë shpërblim me fond të vitit për 10.000 policë. Kur delën në pension, pleqërie punonjësit i policisë përfiton 3 paga mujore shpërblim. Ligji nuk u vënë për rezolutat të larta në kryerjen e detyrës, drejtori i policisë së shtetit jep deri në 6 paga mujore shpërblim. Do të mund të lexoni në faqen 10 dhe 11. Reforma në arsim, matura do jetë vetëm provim dalës, Artan Shabani, Barroso pëlqeu motrën tonë e vojën mbi tank. Këto shkrime do të mund të lexoni të detajuara dhe të plota në brëndësi të gazetës shqiptare, pasi këtu kemi mbyllur me titujt e saj kryesor, të detajuara këto shkrime do të mund të lexoni më në brëndësi, kanë qenë disa nga zhvillimet më kryesore të ndodhura gjatë orëve të fundit dhe ato që pritet të ndodhin gjatë ditës në vijim. Do të vijojmë me të përditshmen e radhës, do të jemi me gazetën e cila do të jetë e radhës gazeta Mapo, do të sjellte këtu pra disa nga zhvillimet më kryesore. Mapo vjen me krye artikull Partia Socialiste, Lëvizja Socialiste për Integrim ndryshojnë ligjin KLD, shkarkohet nga kuvendi. Betejë për drejtësinë, sipas Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, anëtarët e KLD-s të zgjedhur nga konferenca gjyqësore nuk mund të ngrihen në detyrë gjatë kohës që janë anëtar KLD-je. Nismëtarët parashikojnë shkarkimin e anëtarëve të KLD-s të zgjedhur nga kuvendi dhe konferenca gjyqësore për shkelje të kushtetutës dhe të ligjit në faqen 3. Ligji i ri
legalizimeve ja dy vendet që çelin procesin, koordinatori i ri Partia Demokratike Saliani denonson Inuk i vuri zjarrin Ksamilit. Policia blindon Ishmin dhe fushkuqen identikti i ri për antetantorët e bankierit. Do të mund të lexoni në brendësi të kësaj gazete. Deklarata Berisha Santo telefonoi Tahirin 10 minuta para vrasjes në faqen 4. Meta nderon në Izrael viktimat e Holokaustit të shërbejnë paqes dhe stabilitetin në faqen 3. Në opinion dhe editorialet do të lexoni një shkrim nga ambasadori Aleksandr Arvizu dhe të tjerë në brendësi të gazetës Mapo, ngec kompromisi për reformën, Fino u zhgënjeva nga Partia Demokratike Halimi, harta dytësore, libri i ri. Antropologjia angleze të jetosh si burr në Shqipëri është ky dhe libri i ri dedikuar një fenomeni shqiptar që vjen nga një autore angleze, dhe me këtë shkrim ne kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Mapo për ditën e sotme. Ka qenë gjithçka që kjo e përditshme ka sjell për publikun e saj dhe në faqen e saj të gazetës Mapo. E radhës do të jetë një tjetër e përditshme, do të ndalemi për të parë se cilët janë zhvillimet më kryesore. Është e radhës rilindja demokratike. Droga, arrestohet nipi i ministrit, Mond Dashi kapet në flagrancë duke trafikuar drogë dhe i armatosur, punonte edhe si bodyguard i ministrit. Do të mund të lexoni këtë shkrim në brendësi të gazetës Rilindja Demokratike. Basha kriminalët kanë vërshuar në poste drejtuese të qeverisë në faqen 7. Vijojmë më tej me seancën në parlament, shohim që është ilustruar këto shkrime, pra dhe titull kryesor me foton e ish-kryeministrit Berisha, vrasja e Santos, pse fshihet Rama dhe pse hesht Tahiri, ka qenë një pyetje e bërë nga ish-kryeministrin gjatë ditës së djeshme. Në momentin e atentatit, 32 efektiv policie ishin tek hoteli Grand. Rishfet 2000 lek policit për të kaluar në tunelin Tiranë-Elbasan. Qeveria maskarad me transportin e invalidëve nuk subvencionon biletat. Rama nuk i fshet dot duart e tij nga vjedhja e serverit të tatimeve. Kanë qenë disa këto nga pistat e hetimit të propozuara nga ish-kryeministri Berisha. Kjo është aleanca e krimit nga Sali Berisha në faqen 8 dhe 9, Tony Blair, një Lorenci Arabis me kodin IBAN nga Armin Tirana në faqen 3, të hetohet telefonata e fundit e Santos për Tahirin, ose e vrau qeveria, ose shteti nuk ekziston. Ka qenë ky një farë mënyre e gjithë rezumeja e bërë nga ish-kryeministri gjatë ditës së djeshme, ku i ka dedikuar akuzat e tij të drejtë për drejta mazhorancës qeverisëse. Dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Rilindja Demokratike, e cila duket që një hapësirë të konsiderueshme i kishte kushtuar vetëm deklaratave të ish-kryeministrit gjatë ditës së djeshme. Do të jemi me gazetën e radhës, do të shohim se cilët janë titulli kryesor. Është e radhës standard të legalizimin në Bregdet, miratohet ligji në kuvend, kompensimi i shpronarve dhe detyrimet e Aluizdit. Vrasja Artan Santos, ndërtohet identikti i vrasësve me pagesë në përgjim bashkëpunëtore. Do të mund të lexoni këto në brendësi të gazetës Standard. Në Dibër, Basha, qeveria ka dështuar në çdo premtim, Partia Demokratike është forca e alternativës. Në faqen 6 ndryshohen në 2014 ekspertët e ILO-s të rritet paga minimale në faqen 10. Biletat, bashkia, qeveria po uheqën transportin falas invalidëve në faqen 11. Refuzim dashurie për ndjek ishte fejuar në 23 vjeçari arrestohet pse i dërgonte SMS pa orar. Do të mund të lexoni në brendësi të gazetës Standard. Do të vijojë më tej 2.8 muaj burg vjen nga Hasi për të vjedhur në Tiranë. Vrasja e 4 fish përfundon hetimi për dosjen e Latollari. Do të mund të lexoni më në brendësi. Kërkimet për naftë Athina do t'i shmangim problemet me Shqipërinë. Bashkia, qeveria po heq transportin falas invalidëve. Ekskluzive në gazetën Standard, antropologjia angleze, amerikanët skeptik thonë se virgjëreshat e betuara shqiptare janë transseksuale. Është kjo një pikpyetje përgjigjen e së cilës do të mund ta lexoni në brendësi të gazetës Standard, ndërkaq që do të vijojmë me të tjera shkrime të cilat do të mund t'i gjeni më në brendësi. E Majta refuzon rezolutën Fino, decentralizimi në shtator Halimi, opozita nuk do shtyrjen e zgjedhjeve në faqen 4.
Në suplementin gol do të lexoni 5 gardianët magjik të Brazil 2014 në faqen 13 deri në faqen 17 do të mund të lexoni profilet e tyre. Xhaka priten si heronj në Zvicër, edhe pse ka humbur kombëtarja zviceriane me pjesën më të madhe të përfaqësuesve shqiptar dhe me Xhakën i cili ka shënuar për ta dhe pritej shumë, gjithsesi është pritur pra me nderim dhe si një hero i vërtet në Zvicër, kombëtaren e së cilës dhe përfaqëson. Do të bëhemi gati për të vijuar me një tjetër të përditshme. Në këto momente është e radhës gazeta Telegraf, në cilën do të lexoni deputetët shqiptar luks me parat e popullit. Është ky kryeartikulli i gazetës Telegraf për ditën e sotme, të cilën do të mund ta lexoni në faqen 3. Si e fsheha ditarin e takimeve me Mehmetin në faqen 14, debate sharje në kuvend, Berisha përgjegjes për vrasjen e Santos Tarland Balla, Berisha miki i gateve. Tragjedi në rrugë, 2 të vdekur nga aksidenti, largohet autori. Milil Lazarati mbulojnë veriu në vendit në faqen 6. Spartak Gjela, politika jep emrat e paprekshmëve, policia zhduk prova dhe prokuroria pushon çështjet në faqen 2. Hiqet matura shtetërore, aplikantët konkurse në fakultet. Është ky vendimi më i fundit i Ministrisë së Arsimit, të cilin do të mund të lexoni me detaje mbi ndryshimet përkatëse të bëra. Në sociale dhe aktualitet, 8 zyrtarë në prokurorisë nuk deklaruan pasurinë, zbulojnë 150 biznese të paligjshme në Durrës në faqen 6 dhe 10. Not kampionati kombëtar i fëmijëve do të mund ta lexoni po në brendësi të kësaj gazete, ndërsa më tej zbardhe drafti i ri, sistemi parauniversitar 5+4+3. Vlerësimet kombëtare për klasat në disa lëndë, Ministria zgjedh drejtorët dhe asnjë mësues pa licencë deri në vitin 2018. Opinion dhe koment, egoizmi etik dhe psikologjik vjen nga Blerina Brau në faqen 11, Muzeu Kombëtar i mungon pavioni etnografik në faqen 17. Në Mozaik dhe aktualitet do të mund të lexoni migracioni shqiptar, ja procesi, dhe përveç kësaj do të mund të lexoni dhe të tjera shkrime. Një titull për Panajot Kanaçin, është ky një tjetër shkrim dedikuar zhvillimeve kulturore, të cilën do të mund ta lexoni në gazetën Telegraf, dhe me këtë shkrim ne kemi mbyllur edhe titujt kryesor të kësaj të përditshme, ku një hapësirë të konsiderueshme dhe krejtësisht e speciale duket se ja ka kushtuar pra ndryshimeve që do të ndodhin në arsimin parauniversitar. Nuk do të jetë më sistemi 6+3+3, por sistemi 5+4+3. Do të bëhemi gati për të kaluar në të përditshmen e radhës dhe do të jemi me gazetën Tema, e cila vjen me kryeartikull të saj. Fillon pyetja e listës Santo. Vrasja e bankierit është ilustruar dhe me foton nga titulli bankës Kredin, se cila ishte pra në pronësi të vrasjes bankierit. Ndërkaq do të shohim të tjera shkrime. Gratë e pafajshme të Berishës në faqen 6, nga Bledimani, Edi Rama mos e festo ditëlindje në faqen 9. Vjojmë më tej me të tjera shkrime, të cilat do të mund të lexoni. Janë shkrime dedikuar zhvillimeve në parlament dhe jo vetëm. Ndjesa dhe akmarrja e përjashtojnë njëra tjetrën në faqen 8, dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të gazetës Tema për ditën e sotme. Ka qenë gjithçka që kjo e përditshme ka sjell për lexuesin e saj dhe në faqen e saj të parë, sigurisht pra mbi vendosmërinë e kësaj të përditshme për të shkuar deri në fund kësaj çështje dhe për të zbardhur dita ditës se çfarë bëhet dhe si vjon zbardhja e hetimeve për sa i takon vrasjes së biznesmenit. E radhës do të jetë një tjetër e përditshme. Do të shohim gazetën sportive Sporti Ekspres, e cila nuk mungon për të gjithë sportdashësit. Sporti Ekspres vjen me kryeartikull Brazil-Kolumbi, është duel Neymar Rodriguez, 39 vite pa humbje në shtëpi. Kolumbia, e cila s'ka fituar kurrë në Brazil, tenton që ta fitoj, pra pse jo dhe këtë kampionat botror. 2 numra të 10 do të udhëheqin ekipet e tyre drejt suksesit. Në krah është faza e çerek finales, 4 korrik, pra sonte do të luajnë Francë-Gjermani dhe Brazil-Kolumbi, ndërsa në datën 5 korrik Argentinë-Belgjik, Holand-Costa Rica. Vjoj më tej skolari në sulm, po s'më besohet shkoni në fer. Deschamps tani shkuar as vjen, jemi ne favorit. Handler jep
zemër është koha e Holandës, lëv në panikë Gjermanin e zë gripi para Francës. Është ky shkrim i bashkëqyruar dhe me trajnerin e kombëtares gjermane. 7 gjerman janë sëmur para çerek finales, por trajneri përpiqet ta shmang çështjen në faqen 3 dhe 4. Vllaznia dështojnë bisedimet me fushajnë e largë klubit në faqen 2. Partizani të Kushti bëjnë dalje Dragan Antasjevçit në faqen 17. Tirana Bardhe Blut synojnë të bindin debat të curri në faqen 4. Liga e Europës, flamurtari është super, Laçi buzëqesh në fund, Kuksi bie por shpreson. Gliman Lika bën herojnë kualifikimin 90 minuta larga, Adeni firmos barazimin, Nica ende s'ka mbaruar, fundi idhur i Kuksit, Canej nuk e meritonim. Dhe këtu kemi përfunduar pra titujt kryesor të gazetës Sporti Ekspres për ditën e sotme, për të ndalur dhe në të përditshmën e fundit është gazeta sportive Gol, dhe do të shohim se cilët janë titujt e saj kryesor për ditën e sotme. Gazeta Gol vjen me kryartikull epidemi gripit e Gjermania para çerek finales me Francën. Brazil, Kolumbi është një sfidë edhe mes Neymar dhe Rodriguez, është ky kryartikulli i gazetës Gol. Për të vijuar më tej, Kuksi bie në Almaty, por ka ende shpresa. Laçi ade në fund, një barazim ideal për Rudar Velenjën. FIFA trukime, është kjo një pikë pyetje. Der Spiegel duhet të sjell provat që ka. Flamurtari super, Lika je fitore në Gjergji. Europa League, vlonjatët përmbysin Sionin, prekin turin e dytë. Do të mund të lexoni këtë shkrim në faqen 2 të gazetës sportive Gol. Dhe sigurisht me zhvillimet nga sporti në vend, ne kemi mbyllur titujt kryesor të gazetës Gol dhe jo vetëm, këtu kemi mbërritur në fund të hapësirës dedikuar pasqyrimit të shtypit të ditës. Do të shkëputemi vetëm për pak çaste publicitet për të rikthyer sërish së bashku e për vijuar padyshime të tjera informacione. Shikues të Infomorning, jemi rikthyer së bashku në studio për të ndalur në disa nga zhvillimet kryesore. Emri Arber Xhaferi do të lidh Kosovën me Maqedoninë. Kjo për shkak se ka filluar ndërtimi i autostradës që do të lidh këto dy vende, që do të mbajë emrin e publicistit të madh. Arber Xhaferi do të jetë bashkimi i ri mes Prishtinës dhe Shkupit. Sot kanë filluar punimet e autostradës Prishtinë-Hani Elezit, e cilës ju dha emri ish politikanit të mirënjohur shqiptar Arber Xhaferi. Dita e sotme u cilësua si ditë madhështore dhe e veçantë për Kosovën dhe Maqedoninë. Kjo autostradë do të jetë gjatë 60 kilometra dhe do të kushtoj 600 milion euro dhe pritet të përfundoj për rreth 42 muaj. Punimet do t'i kryejë kompania Bechtel dhe Enka. Kryeministri në detyrë Hashim Thaçi tha se në këtë mënyrë po përmbushen ëndrat e shqiptarëve për dhe objektivat e emisionit të ri. Ai tha se kjo ceremoni ka fuqi të madhe sado modeste që është. Sot është një ditë e veçantë për shtetin e Kosovës, sot është një ditë e bekuar, sepse ne po vazhdojmë për të punuar. Ky projekt e ka fituar besimin qytetar, e ka fituar besimin e qeverisë së Kosovës si një për projekteve më të rëndësishme. Po fillojmë implementimin serioz të misionit të ri dhe ky projekt madhor për vendin ton, për shtetin ton, kemi vendosur që të emërtohet me emrin e intelektualit më spikatur të kombit ton, Arber Xhaferi. E për zëvendës kryeministrin e Maqedonisë Musa Xhaferi, kjo është një ngjarje e pritur prej kohësh. Ai tha se kjo afërsi do të krijojë një kohezion social, ekonomik e vëllazëror mes shqiptarëve në të dy anët. Xhaferi përmendi disa arsye për rëndësinë e ndërtimit të kësaj autostrade. Kosova do të ketë rastin të lidhet me dy korridore të rëndësishme, korridorin 8 dhe korridorin 10. Gjithsesi do të mundet të lidhet edhe me detin e Gje, me detin e Zi dhe nëpërmes Maqedonisë me Shqipëri dhe Bullgari, Greqi e tjera. Këtë projekt Mujota e quajti si vepër të madhe e cila tejkalon për masat e rëndësisë dhe dobit nacionale, ku tha se kjo është një rrugë që afron kombin, rrit bashkëpunimin dhe është rruga e integrimit. Ne kemi arritur plotësisht objektivin e qeverisë dhe Ministrisë së Infrastrukturës duke zhvilluar një proces ligjor dhe transparent, duke krijuar mundësi pjesëmarrjen konkurrim kompanive më të fuqishme të ndërtimit përmes tenderit ndërkombëtar, me qëllim të arritjes së cilësisë dhe standardeve më të larta ndërkombëtare në ndërtimin e autostradës së re.
Do të ndryshojmë temën tonë të informacioneve. Policia ka arritur të krijojë një profil fizik të atentatorëve të bankierit Artan Santo. Në laboratorin kriminalistik u arrit përcaktimi i gjatësisë së personave si dhe peshës së tyre. Megjithatë, mbetet e vështirë ende ndërtimi i tipareve të fytyrës së atentatorëve për shkak të përdorimit të skafandrave. Policia e shtetit ka arritur të bëjë një identikit të dy vrasësve të biznesmenit të ndjer Artan Santo. Në laboratorin kriminalistik u arrit përcaktimi i gjatësisë së personave, si dhe pesha e tyre. Gjithsesi, mbetet ende e vështirë ndërtimi i tipareve të fytyrës pasi gjatë gjithë kohës atentatorët nuk e kanë hequr skafandrën nga koka. Sipas grupit hetimor, përgjimet e telefonave në zonën ku ndodhi krimi përbëjnë provën më të mirë të mundshme për krijimin e identikitit të vrasësve. Përveç të tjerash, grupi hetimor hedh dyshime se atentatorët nuk kanë vepruar të vetëm, por mund të jenë ndihmuar edhe nga persona të tjerë. Ndërsa grupi hetimor është në pritje të ekspertizës së shenjave të barutit ngjetur në duart e Sajmir dhe Klodian Gjoza, të arrestuar menjëherë pas ngjarjes, pasi u kapën nga policia në fushkuqe. Bankieri Artan Santo u ekzekutua një javë më parë pranë zyrës së tij në zonën e ish-bllokut nga persona ende të paidentifikuar. Ndërkaq, fushkruja dhe është vendosur sërish në kontrollin e rrep të forcave Renea dhe ato të ndërhyrjes së shpejt për kapjen e autorëve të dyshuar për vrasjen e biznesmenit Artan Santo. Postbllogji janë ngritur përgjatë gjithë akseve rrugore që të çojnë në Lezhë dhe në fushkuqe, ndërkohë që kontrollohen imtësisht banesat dhe ambientet përgjatë kësaj zone. Vijon maratona operacionale për zbardhjen e vrasjes së bankierit Artan Santo një javë më parë në Tiranë. Policia e shtetit mbështetur në trupat Renea dhe të ndërhyrjes së shpejt ka nisur sot një aksion të gjerë në fushkuqe në vijim të hetimeve për vrasjen e Santos. Zona e fushkuqes është sërish pika më e nxehtë e kërkimit të gjyrmëve që dëçojnë drejt zbardhjes së ngjarjes së rëndë. Kjo pasi dyshohet se vrasësit me pagesë mund të ketë gjetur shtrenjtë në këtë zonë pas ekzekutimit të bankierit. Sot kontrollet po kryhen në të gjithë zonën, ndërsa janë ngritur dhe postobllogje përgjatë gjithë akseve rrugore që dëçojnë në Lezhë dhe fushkuqe dhe po kryen kontrolle në të gjitha automjetet që qarkullojnë në këto akse. Bëhet me dije se rreth 15 forca policie kanë rrethuar shtëpinë e shtetasit Sajmir Gjoza në Gjoric, ku po ushtrojnë kontroll të imtësishëm në rreth 300 metra katror territor të shtëpisë së tij. Një veprim i tillë është parë edhe nga banorët e kësaj zone. Nuk janë fakte të sakta, por se këta kanë qenë punë të punu këto. Me i kena pa këto të punu, punë të veta sa të veta. Kur erdha ja që u bërë zhurma që thënë kështu, ne u habitëm. A di që bëhat fjala, ata kanë qenë punë të me ne për problemin e ujit. Ka kohë që ka prezencë policore në këtë zonë dhe ka pas kontrole? Kontrole prezencë policore është mbas kapjes Klodian. Deri tani të arrestuar si të dyshuar për përfshirje në këtë ngjarje janë vetëm 2 kushërinj nga fushkuqja, Sajmir dhe Klodian Gjoza. Për vrasjen e Artan Santos ka reaguar në parlament edhe ish-kryeministri Berisha. E ka akuzuar qeverinë se pas një viti kjo është një alancë e krimit dhe e bazuar vetëm mbi krimin. Sipas tij, vrasja e bankierit një javë më parë ishte shokuese pasi u vra në zonën më të filmuar ku kishte edhe policë, ndërkohë që para fjalimit të Berishës, deputetët e Partisë Socialiste janë larguar nga salla. Në këtë sallë bosh nga mazhoranca, deputetet e Partisë Socialiste bojkotuan seancën me të marrë fjalën ish-kryeministri Berisha, duke shprehur në këtë mënyrë indinjatën e tyre, duke risjellë edhe një herë në vëmendje fjalorin e përdorur nga ish-kryeministri 2 javë më parë. Berisha edhe pse në mungesë të opozitës është ndalur tek vrasja e biznesmenit të ndjer Artan Santo, duke u drejtuar mazhorancës se jo vetëm që nuk mund të luftoni krimin, por e shtypni Shqipërinë në kriminalitet. U ekzekutue para të gjithë syve tanë, të shqiptarëve dhe botës, një bankier, një njeri i cili nga të gjithë njerëzit që e kishin njohur, e kishin mbajtur për njëri suksesi. Ngjarja ishte shokuese. Ky bankier mjaft i njohur, për disa rrethana të caktuara i përkiste kryekfut të majtës shqiptare. Po kjo se kishte penguar atë, as pak, edhe ne në pushtet të vazhdonte suksesin e tij. Aty ku vra, pse ai u vra para syve ta? Sepse ai u vra në zonën më të filmuar. Aty ku vra 10 metra në tutje ishin 32 efektiva policie që mbronin zëvendës kryeministrit të Maqedonisë në Hotel Grand. Ku vra për të dalë nga Tirana, do të kalonte në Vrim Gjylpërës. Duke e propozuar disa pista hetimi sipas ish-kryeministrit, lidhja e vrasjes së Santos me historinë e trafikut të drogës në Kolumbi, ulin poshtë figurën e bankierit, por nga ana tjetër tregojnë lidhjen e qeverisë me krimin.
Kryetari i Kuvendit Ilir Meta vijon vizitën e tij zyrtare në Izrael. Gjatë ditës së sotme kryeparlamentari vizitoi monumentet e ushtarit të panjohur si dhe muzeun në Jeruzalem në kujtim të viktimave të Holokaustit. Meta ndezi flakën e epishtarit në hollin e kujtesës dhe vendosi një kuror për kujtimorën në emër të Kuvendit të Shqipërisë. Kryetari i Kuvendit Zoti Ilir Meta dhe delegacioni parlamentar shqiptar vizitojnë muzeun Yad Vashem. Gjatë vizitës në Izrael, kryetari i Kuvendit Meta dhe delegacioni parlamentar shqiptar vendosën dhe një kuror me lule pranë monumentit të ushtarit të panjohur në hyrje të Kneset, si dhe zhvilluan një vizitë veçantë në muzeun Yad Vashem në Jeruzalem në kujtim të viktimave të Holokaustit. Sipas numrit 1 të Kuvendit, Ilir Meta, Shqipëria dhe Izraeli duhet të ndihen krenar për marrëdhëniet historike dhe miqësore mes tyre, ndërsa kujtoi se sakrifica e popullit shqiptar në shpëtimin e hebrejve që u strehuan në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore është dëshmi e ndjenjave të veçanta të miqësisë që ekzistojnë mes dy popujve tanë, miqësi që ne shqiptarët e çmojmë. Pas vizitës në Yad Vashem, Meta tha se duhen shumë fishuar përpjekjet e përbashkëta në shërbim të paqes, stabilitetit dhe prosperitetit të dy rajoneve tona. Më herët kryeparlamentari Meta mori pjesë në një seancë plenare të parlamentit izraelit. Kryetari i Kneset, Yuli Edelstein, u shpreh se Izraeli nderohet kur vizitohet nga përfaqësues të një vendi që jo vetëm shpëtoi të gjithë rezidentët hebrejnë gjatë luftës, por okupati më tepër hebrejnë pas luftës së dytë botërore se sa para saj. Shërbimet shëndetësore tashmë do të jenë online duke krijuar kështu mundësinë që kujdesi për pacientët të jetë i kontrolluar dhe në mënyrë periodike. Lehtësi i garanton së fundmi ligji i ri për shëndetësinë elektronike. Ministria e Shëndetësisë po planifikon aplikimin online për shërbimet shëndetësore. Kujdesi për pacientët do të jetë periodikisht i kontrolluar për të kapur në kohë diagnozat që rrezikojnë jetën. Paketa e re me ligjet shëndetësore u debatua në seancën plenare të së njëjtës, ku politika sill pretendimet pse shëndetësia nuk ka standardet e kërkuara. Duke sulmuar personalisht deputetët e PD-s, nuk mundet të mbuloj dot gjendjen katastrofike ku po shkon sektori i shëndetësisë. Ka kaluar më shumë se një vit nga mashtrimi i madh i 23 qershorit dhe qeveria e Ramës asnjë fjalë nuk po thot më për premtimet e mëdha të bëra gjatë fushatës elektorale. Po dëgjojmë më asnjë fjalë për të paktën 2 nga premtimet e mëdha, as për 300.000 vendet e punës dhe as për shëndetësinë falas. Partia Socialiste gënjeu për shëndetësinë falas. Për ministrin e shëndetësisë Ilir Beqia, shëndetësia elektronike dhe shëndeti falas janë plotësisht të mundura në fund të mandatit qeveritar. Por sot kam një siguri. Se tashmë kam negociuar me Bankën Botërore dhe Hospital Information Management System do ma financoj Banka Botërore me një kredi që ta sjellim në Vjesht këtu. Dhe duke patur këto dyja, duke patur regjistrat e sëmundjeve për sistemin publik dhe publik që i miratuam, duke patur fillimin e projektit të recetës elektronike këtë vit me buxhetin e shtetit në qarkun e Durrësit dhe fillimin në shtator me ndihmën e DRG-ve, jam. Dhe këtë e them rreth parë si antar i kabinetit i bindur dhe i vetëdijshëm që brenda 4 vjetësh kjo platformë do të mund të ushqehet në mënyrë të duhur. Shërbimet dhe kujdesi për pacientin janë një sfidë që kërkojnë jo vetëm vëmendjen e institucioneve, por dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për kontrollet shëndetësore. Nga foltorja e Kuvendit, Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqia ka sqaruar me detaje gjithçka çfarë përmban shërbimi shëndetësor mbi shëndetësinë elektronike, ku do jenë të publikuara të gjitha kartelat e plota dhe në mënyrë pra që të kryhet një ecuri hap pas hapi të gjithë pacientëve të cilët vuajnë nga sëmundje të ndryshme. Dhe me këtë material ne kemi mbyllur dhe hapësirën dedikuar informacioneve tona. Në këtë momente do të kalojmë tek rubrika e kalendarit historik, do t'ju lënë në shoqërinë e kësaj rubrike, e cila vjen me një përmbledhje të zhvillimeve më kryesore të ngjarjeve të cilat kanë lënë histori, padyshim kanë lënë gjurmë në histori për vetë rëndësinë dhe rolin që kanë luajtur në ngjarje të rëndësishme dhe kthesat që kanë shënuar në ngjarje shumë të rëndësishme historike. Së bashku do të ritakohemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Ju uroj që të kaloni një ditë dhe një fundjavë sa më të këndshme. Bashkëndajemi këtu, mirupafshim. Më 4 korrik të vitit 1776, delegatët e ardhur nga kolonitë britanike të Amerikës nënshkruan deklaratën e pavarësisë. Ky dokument u hartua kryesisht nga 32 vjeçari Thomas Jefferson. Njëra pjesë e deklaratës përmbante një listë ankesash kundër mbretit George III dhe parlamentit të Anglisë. Pjesa tjetër e deklaratës përmbante thelbin e idesë mbi lirinë amerikane,
mbi të drejtat e natyrshme që kanë njerëzit. Ne besojmë se këto të drejta janë të natyrshme, se të gjithë njerëzit janë krijuar të barabartë, se krijuesi u ka dhënë atyre disa të drejta të patjetërsueshme, si jeta, liria dhe kërkimi i lumturisë, se për të siguruar këto të drejta njerëzit krijojnë qeveri, të cilat i marrin fuqitë e tyre me pëlqimin e të qeverisurve, se sa herë që një formë qeverisjeje i minon këto qëllime, është e drejta e popullit ta ndryshojë atë apo ta heqë, tha Jefferson. Deklarata e pavarësisë shihet si një nga dokumentet më të rëndësishme në historinë e Shteteve të Bashkuara. Dokumenti tjetër është Kushtetuta. Në Shtetet e Bashkuara, 4 korriku festohet çdo vit si ditë kombëtare, Dita e Pavarësisë. Më 4 korrik të vitit 1826 mori fund një nga miqësitë më të gjata dhe më të rëndësishme në historinë amerikane, ajo midis Thomas Jefferson, autorit kryesor të Deklaratës së Pavarësisë, dhe John Adams, mbështetësi të zjarrt të pavarësisë. Ata vdiqën vetëm disa orë njëri pas tjetrit pikërisht në 50 vjetorin e nënshkrimit të Deklaratës së Pavarësisë. Jefferson vdiq në shtëpinë e tij në Monticello të shtetit Virginia, kurse Adams në Quincy të shtetit Massachusetts. 82 vjeçari Jefferson ishte i sëmurënd dhe luftoi me vdekjen deri pas mesnatës në 4 korrik, ndërsa 90 vjeçari Adams, i cili nuk ishte në dieni për vdekjen e mikut të tij, thuhet se shqiptoi këto fjalë të fundit. Jefferson është ende gjallë. Ata ishin njohur gjatë konventës së vitit 1776, e cila çoi në vendimin e kolonive britanike të Amerikës për të shpallur pavarësinë nga Anglia. Në vitet e para pas krijimit të Shteteve të Bashkuara, Jefferson dhe Adams nuk ishin gjithmonë dakord për çështjet e ndryshme politike, por mbajtën një korrespondencë të vazhdueshme për problemet e kohës. Historianët edhe sot i studiojnë dhe i admirojnë letrat e shumta që shkëmbyen ata me njëri tjetrin. Giuseppe Garibaldi u lind në Nicë më 4 korrik 1807 dhe vdiq në ishullin Caprera në 2 korrik 1882. Ishte revolucionar dhe luftëtar për lirinë dhe bashkimin e Italisë. Në rini ishte marinar, ndërsa derisa shërbeu në ushtri në marinën e Sardenjës, ishte në ndikimin e Giuseppe Mazzinia, kreu i nacionalizmit italian dhe u bë antar i shoqërisë Italia e Re. Pasi dështoi rebelimi armatosur në Savoy në vitin 1834, kur është dënuar me dënim me vdekje, iku në Amerikën e Jugut, ku dhe luftoi për pavarësinë e Brazilit. Ai mori pjesë në luftën Uruguay-Argentinë në anën e Uruguayt. Në fillim udhëhoqi marinën uruguayane, ndërsa më vonë u bë komandant në legionin italian të Montevideos. Në këtë luftë ai mori famë botërore, kthehet në dheun e tij në prill të vitit 1848 për të marrë pjesë në luftën për pavarësinë e Italisë dhe në luftën kundër Austrisë. Luftoi kundër austriakëve në Milano dhe atyre frëngë në Rom në vitet 1849. Republikës së Romës i solli atij famë kombëtare. Megjithatë, në vitin 1849 në Rom u bind për të tërhequr nëpër Italinë qendrore.